Mbrëmja e fundit e spektaklit Argë Show e drejtuar nga Aurela Gaçe solli emocione, muzikë dhe një përballje të papritur mes të ftuarës Xhensila Myrtezaj dhe zërave që po qarkullojnë në rrjet. Pas publikimit të bashkëpunimit muzikor me reperin Ledri Vula, fansat nisën të aludonin për një romancë mes tyre të nxitur edhe nga fotot e afërta nga videoklipi. Gjatë koncertit, Aurela i tregoi Xhensilës një nga fotot me Ledrin dhe i drejtoi pyetjen që të gjithë donin ta dëgjonin: "A ka diçka më shumë mes jush?" Por Xhensila nuk u përgjigj me një herë, përkundrazi, u përgjigj me një kundërpyetje që i bëri sallën të shpërthente në të qeshura. "Siç mora vesh që kishe ftuar dashnorin në dasëm", i tha ajo Aurelës në mënyrë lozonjare. Pas këtij momenti humoristik, Xhensila vendosi të jap fund thashëthemeve duke deklaruar qartë: "Ishte vetëm një bashkëpunim profesional, nuk ka asgjë tjetër përtej muzikës." Kjo deklarat i dha fund spekulimeve, të paktën për momentin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.